Atentati në burgun e Vaçarit e ka zanafillën më 4 nëntor 2015 me vrasjen me armë zjarri të Valmir Kolaverit dhe plagosjen në rënd të vllajt të tij Robert Kolaveri. Nën akuzë për këtë vrasje është Gazmir Daci, objektivi i sulmit të dieshëm në Vaçar. Pas ngjarjes në 4 nëntor 2015 që erdhi si pasojë një konflikti të mëparshëm, vëllai i tretë Ergjys Kolaveri së bashku me kushuririn e tij kanë tentuar që të eliminojnë Gazmir Dacin, i cili ndodhet në burgun e Vaçarit në Tiranë, por duke ngatruar shënjesër e duke plagosur personin e gabuar. Dy vëllezërit Valmir dhe Robert Kolaveri, të moshës 25 dhe 27 vjeç, u qelluan me armë zjarri nga Gazmir Daci pas një konflikti në një lokal në qendër të Bathores në Tiranë. Ndërkohë i arrestuari mësohet se ka qenë me dy vëllezërit në lokal, ku pas një grindje fillimisht verbale ka ndalë jashtë lokalit dhe 27 vjeçari ka qelluar disa herë me armë zjarri tip pistolet, duke i lënë të dy të plagosur rënd, ku më pas Valmir Kolaveri ka humbur jetën në spitalin ushtarak dhe Robert Kolaveri mbeti i paralizuar. Për këtë ngjarje, mesnatën e 22 dhjetorit policia do të arrestonte të kërkuarin Gazmir Daci. Ai u kap në dhomën 12 të një hoteli në autostradën Durrës-Tiranë nga një operacion i zhvilluar nga efektivët e policisë së Tiranës dhe Reneas. Në këto pamje po shikoni pikërisht momentin e arrestimit të Gazmir Dacit. Pas kësaj ngjarje, një tjetër ngjarje e rëndë do të regjistrohej në përplasjen mes fisëve Kolaveri e Daci, që tashmë ishin në hakmarrje. Pa kohë pas kësaj ngjarje, lokali i babait të Gazmir Dacit u sulmua me tritol, por fatmirësisht nuk pati të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Përplasja mes Kolaverëve dhe Gazmir Dacit kishte nisur që kohë më parë në Francë, ku vëllezërit Kolaveri ishin përfshirë në një konflikt me Gazmir Dacin.